Civilet e plagosur gjatë demonstratës së 21 janarit, të cilët ndodhen në Spitalin Ushtarak të Tiranës, janë anashkaluar nga kryetarja kuvendit Jozefina Topalli, e cila ka vizituar policët e gardistët në këtë spital. Në ditën kur dy viktimave të demonstratës po i zhvilloshin ceremonitë mortore, kryeparlamentarja Topalli ka zgjedhur të vizitojë policët dhe gardistët, të cilët ndodhen në Spitalin Ushtarak të Tiranës. Topalli tha se policët dhe gardistët janë herojtë e dhunës që u ushtruan mbi institucionet e shtetit në demonstratën fuqiste kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, organizuar nga kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Me policinë e shtetit, me punojësit e gardës. Ato janë heroj. Heroj të Shqipërisë. Heroj tonë. Janë heroj të ditës. Ato djem aty të qelluar në një demonstratë të dhunshme, në një skenar puq shteti, kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, në një skenar të inskenuar, të organizuar, të drejtuar nga Edvin Rama. Ka marrë për t'i thënë gjithë shqiptarëve, këto janë herojt. Këto janë herojt që kanë mbrojt rendin kushtetues, këto janë herojt djemtë e gardës dhe të policisë që kanë mbrojt institucionet kushtetuese në një sulm të paralajmëruar nga Edi Rama. Këto janë herojt që kanë mbrojtur jetën e familjeve të çdo shqiptari, biznesin dhe qetësinë e tyre. Kam ardhur për të solidarizu me këto heroj dhe për t'i thënë Edvin Ramës. Pavarësisht se skenari i puqit të shtetit nuk ka përfunduar ende. Ai nuk mund të rrëzoj qeveri të ligjshme me dhunë. Skenari puqist ende nuk është mbyllur, por me heroj si këta dhe me çdo qytetar shqiptar që nuk pranon dhunën, nuk rrëzohet institucionet, nuk rrëzohet pushteti i ligjshëm. Në demonstratën e 21 janarit kanë gjetur vdekjen 3 civil, ndërsa një tjetër është në gjendje të rëndë shëndetësore në Spitalin Ushtarak. Ndërkohë gjatë përleshjeve mes policisë, gardës dhe demonstruesve janë plagosur 10 persona, ndërmjet të cilëve edhe punonjës të gardës dhe policisë. Prokuroria ka firmosur 6 urdhër arreste për drejtuesit e Gardës së Republikës, duke i akuzuar ata ndër të tjera për vrasje. Ndërkohë në mbrëmje, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka vizituar kreun e shoqatës së minatorëve Fiqiri Xhibri në Spitalin Ushtarak të Tiranës, ku sipas tij Xhibri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pasi morëm informacionin e dështuar për gjendjen e një burrit mirë, një burrit nderuar, një burrit pa punë, i cili si shumë tjerë dolin demonstrat, por që fatkeqësisht për të, për familjen e tij, është rrahur në mënyrë barbare, pa qenë as pak jo paqësor. Erdhëm ta vizitojmë, më interesuam për gjendjen e tij sepse e mbajnë në paraburgim si pjesë të asaj pamjes së marrë që ka Saliu, duke kërkuar me çdo kusht të inkriminojë gjithë ta njerëz ndershëm. Dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut. E shpresojmë që një orë më parë të lirohet bashkë me të gjithë tjerët, sepse realisht është e patolerueshme. Fiqiri Xhibri mbahet në masën e arrestit dhe është në Spitalin Ushtarak të Tiranës. Xhibri është dërguar në orët e pasdites të së dielës në Spitalin Ushtarak, pasi ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore pas arrestimit në demonstratën e 21 janarit.